Partia Demokratike ka zhvilluar foltoren e tretë paraselisë së kryeministrisë në shenjë proteste ndaj dhunimit të drejtave të opozitës në parlament dhe aferave të rënda korruptive që kanë përfshirë qeverinë e Edi Ramës. Protestuesit kishin vendosur para kryeministrisë manekin me fytyrat e disa prej zyrtarëve të lartë të qeverisë socialiste të arrestuar ndër vite për korrupsion. Mes manekinëve ishte edhe fytyra e Belinda Ballukut, e cila është marrë pandehur nga SPAK dhe pezulluar nga detyra me vendim gjykate, e akuzuar për abuzim në të paktën 2 tendera me vlerë 210 milion euro. Lideri i opozitës Sali Berisha gjatë fjalës së tij akuzoi kryeministrin Rama për presionet ndaj gjykatës kushtetuese, e cila do të vendosë për vendimin e gjykatës për pezullimin e Belinda Ballukut. Ai tha se këto presione faktojnë se hajduti kryesor në këto afera është vetë Edi Rama. Cili do kishte vetëm një rrugë, largimin e menjëhershëm, po se largon dot, se vjedhja është bërë me urdhër të tij, se aparati ka ndasë së bashku. Edi Rama ka 2 ditë, ka humbur çdo gjë, dhe në një përçartje të neveritshme, del me në mbrojtje haptas, po mbroj ministrën, nuk po mbroj Lubin, po mbroj kryeministrin, nuk po mbroj Edvinin. Po të dy një hajdut, ku ka hajdut si ju amdra, kuj do t'ja shestin ti këto? Po t'ja atë që i bën kundër gjykatës kushtetuese, fakton se ti e hajduti kryesori i kësaj afere. Teksa akuzoi kryeministrin se po kërkon t'i diktojë gjykatës kushtetuese vendimin për Ballukun, Berisha tha se opozita nuk do të ndalet deri në largimin e Edi Ramës nga qeveria. Këtyre u ka ikur koha. Edi Rama kërkon të mbrohet të diktojë gjykatës kushtetuese, por unë garantoj se vendimet të diktuara të gjykatës që po bën ti do t'i paguash shumë shtrejt. Nuk pres Shqipëria, nuk kemi ne ata që do presim nga një prokuror apo një gjykatëse shpëtimin. Jo, shpëtimin do t'a presin shqiptarët nga ne. Ne jemi shumë, do t'jemi dhe më shumë, dhe nuk heqim dorë gjerë largimin e Edi Ramës nga qeveria. Berisha tha se armët që po përdor Edi Rama për shkatrimin e kombit janë vjedhja dhe droga. Vjedh me bandën e tij 90% të gjitha fondeve për punë publike. A mund të imagjinoni ju, një magazinier i Salillarit është fitues tenderi 60 milion euro për portin e Vlorës. A ka akt më flagrant vjedhje se sa ky? A mund të imagjinoni shqiptar që rruga të ndërtohet me çmim 10 herë më të lartë se në Europë? Lexoni, në qoftë se gjeni kund në botë, një rrugë gjithsejt 19 kilometra që ishin pa ndërtuar nga UNAZA, dhe të ndahet ajo në 17 lote. Arme e dytë e të mërshme e kësaj bande është droga. Çfarë ndodh me drogën? Euro për tokë, sepse vinë euro të drogës me kontejner, me qindra nërmarje të eksportit falimentojnë, me mira punëtor dalin pa punë dhe marrin rrugë të dhëut. Kjo është mënyra, pse ikin? Ikin se vdesin, se shkatrohen vendet e punës. Lideri demokratu ndal edhe tek shëmbja rrugës së sapo inauguruar, Qukës Qafploç, dhe zbuloi se kush fshihet pas ndërtimit të saj. A e dini ju qytetar se çdo tullë e pallatit në paj të Linda Ramës është vjedh ju, sepse ai, pronari i firmës që ndërtoi pallatin, ka ndërtuar rrugën që shemet Korç Qafploç. Dhe sa ka ndërtuar ai? Me çmim të 5 fish, të 6 fish. A e shihni pra ju sa keni paguar pallatin? 10 herë më shtrejt keni paguar sarajet e Surrelit. Berisha tha se Rama ka ulur me 500 milion euro buxhetin e shëndetësisë dhe evidentoi gjendjen skandaloze në spitalet e vendit. A ka sot hall më të madh për shqiptarin se sa të smuret? Erdhi koha të themi Zoti e shpëtoft nga spitalet, sepse shkon në spital, duhet të blej çdo ilaç, duhet të paguaj çdo shërbim. Ka shkatruar një sistem të tërë dhe për vete vjedh dhe vetëm vjedh. Në fund të fjalimit, lideri i opozitës ftoi qytetarët që t'i bashkohen foltorës para kryeministrisë të hënën e ardhshme në orën 18.